komplet surën e cila e ka emrin kaptina Kadr, El Kadr. Thonë, është një prej 114 sureve të Kuranit, e cila na kujton natën më të madhe dhe ngjarjen më të madhe në historinë e Islamit, na kujton vlerën e natës së Kadrit, na kujton vlerën e zbritjes së Kuranit, na kujton vlerën e përcaktimit të shumë gjërave që do të ndodhin sonte inshallahu taala, nëse ja kemi qelluar, edhe pse pejgamberi alayhi salatu vesselam, dashur vëllezër, nderuara motra, të merremi vesh fillimisht që në fillim të ligjëratës se ka thënë kështu: "Taharrau lejletul qadri fil watril awakhiri min Ramadan." Me thonë, kërkonja natën e Kadrit, kërkonja natën e Kadrit në 10-shin e fundit të Ramazanit tek fil watri. Prandaj ka mbetë edhe fjala vitër vaxhibi. Pse e falim vitër vaxhibin? Pse i thuam vitër? Pse është tek, 3. Nuk është çift, nuk është 4, ose nuk është 2. Do të thonë, edhe nata e Kadrit, dashur vëllezër, të nderuara motra, pejgamberi ka thënë për natën e Kadrit kërkonja në 10 ditëshin e fundit në netë tek. Thonë që i bie ose në 21-shin, 23-shin, 25-ën, 27-ën, ose në natën e 29. Mund t'jetë mbas nesër mrama, mund t'jetë qenë para 2 netëve, ne nuk e dim fiks, atë që e din më së miri është Allahu xhaleshanu u xhelalu, se kur është fiks në cilën natë prej 10 netëve të fundit të Ramazanit, por simbolikisht edhe Ibn Rexhebi, edhe Buhanifi, edhe disa dietar kanë bërë disa analiza dhe disa llogari matematikore, edhe kanë dhënë disa mendime kinse se natë e Kadrit ka shumë gjansa të jetë në natën e 27 të muajit të Ramazanit, e cila është sonte. Megjithatë, dashur vëllezër, nderuara motra, kam qejf merremi vesh mirë si musliman, mos bëhemi musliman sezonal, mos i mbushim xhamit vetëm në natën e Kadrit, mos i mbushim xhamit vetëm në xhuma, mos i mbushim xhamit vetëm në bajrame, por kjo natë, unë kur kam folë për Ramazanin, kam thënë se Ramazani na mëson se si duhet jetuar 11 muaj, do të thonë bioritmin biologjik që Allahu i madh na ka dhënë neve në trup, na ka bërë të gatshëm me jetu sikur me qenë Ramazan 12 muaj. Do të thonë, kështu duhet jetohet, me këtë fiksim të orarit, me oraret fikse të ushqimit, me mos ngarkesën e ushqimit, me pritjen e iftarit, me ato uljen bashk e gjithë familja kur e pret iftari, keni parasysh në jashtë të Ramazanit, rrallë herza tek djali me babën, baba me djalin, me gruan komplet, të hanë tamam buk. A ngrënia bashk ka një bereqet jashtëzakonisht të madh. Ramazani neve na mësoi, o njerëz, kështu duhet hani darkë për herë, nëse keni mundësi, kuptohet. Nuk o farë, mos e merrni aq seriozisht themi, unë s'në ha bashkë se ashtu e kam orarin e punës. Ajo është okay, në rregull. Por nëse familja ka mundësi të tubohet haje darkë për herë bashkë, aty ka bereqet. Pse? Aty reflekton unitet familjar. Baba, nana, djali, vajza, gjishja, krejt han bashkë, krejt thuan bismillah, krejt thuan Allahu e shtoft. Keni parasysh, 5 duaja nuk janë njëjtë se si një dua. Edhe Ramazan, edhe natë e Kadrit, dashur vëllezër, nderuara motra, na mëson se kështu duhet mbushur xhamit 29 ditë. Kjo është natë e Kadrit. Natë e Kadrit na mëson se kështu duhet respektuar Allahu 29 ditë. Natë e Kadrit na mëson se kështu duhet bërë dua, si do bëjmë sonte, normal. Njeriu është interesgjin nga natyra. Hajta kapi sonte, inshallah, që to luqet që s'mi ka pranu jashtë Ramazanit, sonte t'ja bëj krejt zotë gjalishoj, edhe ajmë punën e vetë, unë punën teme, stakfirullah. Nuk o kjo punë. Amën, shkoni, praptët Allahu dhul gjelal, dashur vëllezër, nderuara motra, është aq i mëshirshëm për robin e tij, më i mëshirshëm se sa nana për fëmijën e tij, e saj. Anit, s'ka problem. Sikur me në thonë, o njeri, unë e di që ti ke prit vetëm natën e Kadrit, po,
hajde dhe bërëm, derën qelik, ani, s'ka problem. O njeri, unë e di se ti nuk do duash të mshosh deri Ramazanin tjetër si kursante. Amo prap, unë edhe Ramazanin tjetër të pres, bërëm, s'ka problem, ani. Ki është Allahu. Kështu në thëtë Allahu. Ose sikur me në thonë, o njeri, unë e di se ti nuk do rish unët për mu edhe 11 muj tjerë, ama s'ka problem, ani, unë do të pres edhe Ramazanin tjetër, inshallah. Nëse ta kam shkrujt imrin, e diçka tjetër është. Edhe natë e kadrit, dashur vëllezër, nderuara motra, i mëson muslimanët kultur pjesëmarrje në mexhliset ku Allahu lëshon melek pa mas, kultur pjesëmarrje në dua, kultur pjesëmarrje në lexim Kur'ani, kultur pjesëmarrje në mbushjen e xhamive, kultur pjesëmarrje në faljen e namazit të natës, kultur pjesëmarrje në kërkesat që ne do t'ja bëjmë Allahu dhul xhelal sonte inshallah. Ato kryesore e murët vesh se pejgamberi sa ka thënë, natë e kadrit mund të jetë 21, 25, 23, 25, 27 ose 29 të Ramazanit. Më thonë 10 ditën e fundit. E ku është urtësia? Pse pejgamberi alayhis salam, dashur vëllezër, të nderuara motra, pse nuk e caktoi fiks natën, cila natë është ajo? Të na kur ta liste pak edhe neve, do faleshim me të natë, edhe super. Pse se caktoi? Thonte pejgamberi alayhis salam, natë e kadrit është fiks në natën e 27. S'ka thonë. As natën e 21, as 23, as 25, as 29. Nuk ka thonë pejgamberi Allahu, por ka thonë kërkonja atë në 10 ditëshin e fundit në netë tek të Ramazanit. Thotë shtu pejgamberi alayhis salam, dola që t'rregoj, më erdhi Gjibrili, shkoni, më erdhi Gjibrili, kjo shumë interesant, është mirë ta ndëgjojmë me kujdes. Më erdhi Gjibrili edhe më tregoi se kur është nata e kadrit. Më tregoi, sikur më i thonë, o Muhammed, dil lajmëroj njerëzit se nata e kadrit është natën e 27. Shemu thënë. A më thot, më erdhi dhe më tregoj kur është natë e kadrit. Edhe unë dola që tregoj xhamatit tim, shokëve të mi, para xhamisë aty. Keni parasysh ku e ka pas shtëpinë Muhamedi alayhis salam. Aty ku e ka varin, e ka pas shtëpinë në Medinë. Flasim për në Medinë. Edhe thot, dola të tregoj kur është natë e kadrit. Aman, sa dola prej shtëpije? Sa dola para xhamisë të Mekë? Sa ka dalë? 2 persona grindeshin, ziheshin, gati se të zihen fizikisht. Edhe muslimani si musliman, jo vetëm pejgamberi alayhis salam, por ne si musliman, dashur vëllezër, e kemi për obligim me njëherë të marrëm masa nëse 2 veta zihen është mirë t'i ndash. Aq sa ke mundësi. Nuk flas për trimëri, për mundësi flas. Nëse mund t'i ndash, se ajo zënk mund të eskaloj, mund të shkoj në rraje, mund të shkoj në plagosje, deri në vrasje, kështu me radhë. Ti mund bësh sebeb të shpëtosh një jetë njeriu. Edhe pejgamberi alayhis salam, dashur vëllezër, shkon ti ndaj këto ditët, ka dalë dhe s'ka kuptim se ziheni, edhe i arrin qëllimi dhe i pajton ato ditë. Mirë po thot, mbasi i pajtova, i ndava dhe i pajtova këto ditë që ziheshin, më doli nga mendja se kur më tha Gjibrili, a nata 21, a 23, a 25, a 27, a 29. Së kujtohë. Se është punë numërësh. Dashur vëllezër, kjo nuk tregon memorje të dobët të pejgamberit alayhis salam. E dini se Allahu, ta dini, po edhe psikologjia e vërteton. Allahu kur don intervenon në trurin e njerit edhe ja hek një informacion. Tak? Psikologjia çfarë thotë sot? Psikologjia thotë se ne sa herë që marrim informacion, edhe është shumë e logjikshme, këtë ndonjë mirë. Informatat e vjetra që nuk janë shumë të rëndësishme, Allahu ka thënë një melek, unë them melek, që i fshin ato vjetra. Për të zonë vend ato të reja. Keni parasysh? Imagjinoni sikur për shembull ne prej kur fëmiu fillon të mbaje mend. Te mosha 4 vjeçare ta zon. 3 vjeçare nuk them, po 4 vjeçare ku fillon edhe flet, komunikon me prindit, edhe prej atëherë fillon incizon informacion në shtëpi, çfarë ndodhen, karakterin e babës, karakterin e nanës, edhe lëvizjet e tyre, edhe ai mban mend. Imagjinoni
Ne si njerëz, tash secili e din moshën e vet. Imagjinoni prej nesh, secili prej nesh ti kish mbajt në tru gjitha ato informata 50 vjet ose 46 vjet. Ti mbaj mend unë krejt informatat e fëmijërisë. Duhet të kesh kokë elefanti për t'i mbaj mend ato. S'u ti mbash mend. Po Allahu Dhul Gjelal me rahmetin dhe mëshirën e tij ka bërë që truri jon të selektoj informatat. Kush çfarë i duhet e mban, çfarë si duhet e hek. Edhe informatat si kundra përsëritën ashtu dhe mbahen mend. Si punë e dove. Neve kur na pyesën xhamati për dovët, çfarë dove të vende që mos i haroje, dove që i din, praktika më e mirë dini cila është përsëritja. Thonë, çto dovë që i ke mësuar ke hoxhën me ktep. I dashullah. Për ti mbajt mend më mirë dhe asnjëherë mos i harrosh, futi namaz. Përdori namaz. Mbas elhamit, elem të rekejfen, futi lila fi kureshit, futi rejt e ledhi, edhe inatajnën. U ban këtë reqat. Pastaj, e futën vel asrin, e futën përsëri inatajnën, kulodhu bi rabbil felek, kulodhu bi rabbin nas, edhe kështu i kombinon. Dhe njëherë, në fars, i dhanxan, te beqedan, i kombinon. Edhe këto mo asnjëherë nuk i haron. Edhe pejgamberit alayhis salatu wasalam intervenoi Allahu që këtë informatën e kadrit t'ja hek prej truri, t'ja fus në tru informatën çfarë? E pajtimi dy vetëve. Unë di si e komentoj këto, nuk e di a pajton o xhollare tjera apo dietarët, s'më intereson. Por unë personalisht, inshallah nuk hyj gjina. E komentoj kështu se ndash mbanja mend, ndash si të doni. Se pajtimi i dy vetëve këtë ndoshta do na bëjë me dije Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Më i mençuri, më i miri njerëzis. Pajtimi i dy vetëve musliman është më i madh se sa krejt natë e kadrit. Me siguri këtë do na bëjë me dije Allahu. Se për ndryshe nuk do t'ja kishte hekur prej mendjes natën e kadrit se kur ishte këtë natë ose atë natë. Më thonë, për Muhammedin alayhi salatu wasalam më e rëndësishme u bë t'i pajtoj dy veta të ketë unitet mes muslimanëve. E shifni, muslimanët janë në këtë gjendje katastrofike, jo pse nuk e festojnë natën e kadrit, por pse janë të përqarë. E shifni tash, kush na del më e madhe këtu? Edhe më e rëndësishme. Më e rëndësishme se natë e kadrit është uniteti i muslimanëve. Wallahi ladhim. Uniteti, keni pa atë tregimin aty plakun, ne kemi mësuar edhe në për shkolla, edhe thuan që një pejgamber ka bëu Hazreti Jakubi me ato thuprat. Ka marrë një thupër e ka thënë, një thupër tjetër e ka thënë. Kur i ka mbledh 10 thupra apo 11 thupra sa gjem ka pas, suni ka thënë, do thonë, bashkë kur janë musliman nuk fehen. Kjo është natë e kadrit. Natë e kadrit është normal ka zbrit Kur'anin e inanzelnahu ne kemi për atë punë. Por natë e kadrit është i dashur vëlla që sonte e nderuar motër ti qelish telefon njeriu që s'ke folë që 3 vjet qilja i pari telefonin Esselamu aleikum unë dua të pajtoj pa marrë parasysh arsyet e hidhrimit tonë. Nëse të pranon elhamdulillah ke fitu xhenetin, nëse të refuzon përsëri ke fitu xhenetin, ti e bë sebeb i pari. Ashtu ka thënë pejgamberi sa. Kush ja jep dorën i pari muslimanit ose muslimanes, normalisht janë motër ndërmjet. I pari për pajtes, ai do të hijë i pari në xhenet ose ajo, i pari. Kur themi i pari në xhenet, pritja me 1000 vite. Ti mund të hish i pari 1000 vjet para atij tjetrit, nëse ti ja ke dhënë dorën i pari. Ki kujdes. Kjo është natë kadri. Natë e kadrit klasike, çfarë është? Natë e kadrit klasike dashur vëllezër, nderuara motra është se në këtë natë Kur'ani famulart. Unë këtë tabelë shpesh e marr si shembull dhe kam vu shumë bukur këtu. E disa shpesh më shërben kjo. Këtu është Kur'ani komplet. E shihni këtë tabelë këtu. Komplet 114 sure janë këtu shkruar. Si është këtu i shkruar Kur'ani? Është i shkruar në Lauhi Mahfuz. E keni dëgjuar Lauhi Mahfuzi? Përmendur në Kur'an. Lauhi Mahfuz është pllaka e mbrojtur. Në Lauhi Mahfuz, dashur vëllezër, nderuara motra, një informacion për kulturë, për tua ngacmuarat kureshën tuaj islame, në Lauhi Mahfuz, kur Allahu thot krijoi krijesat, para se ti krijoi krijesat. E dini, para se ne nuk ishim askund.
Dynjaja nuk ishte askund, qielli nuk ishte askund, toka askund, sistemi diellor askund, edhe Lauhi Mahfudh askund. E dini çfarë ka krijuar më parë Allahu? A keni pyet diçka rreth kësaj? Allahu më parë ka krijuar lapsin. Lapsin. Edhe lapsit i tha, shkruaj në Lauhi Mahfudh. Atëherë erdhi në pyetje Lauhi Mahfudh. Lapsi i tha, o Zot, çfarë të shkruaj? Vini vesh, kjo është shumë e rëndësishme. Allahu i tha, shkruaj ekdaru nasi wal khalki ila yaumil qiyame. Shkruaj historinë dhe biografinë dhe caktimin e krejt krijesave prej sot deri në kiamet. Ku? Në Lauhi Mahfudh. Do me thonë, jetët tona, emrat tonë, shëndeti ynë, piklimi ynë, gëzimi ynë, hareja jonë, martesat tona, fëmijët tanë, rësku jonë, zëngillëku, fukarallëku, fati, çfarë do që të përmendish, është shkruar në Lauhi Mahfudh. Prandaj edhe aty është shkruar edhe Kurani famëlar. Ka folë Allahu në Kur'an, në Lauhi Mahfudh. Nga Lauhi Mahfudh, mbajame, kjo është plak e mbrojtur. Unë i them databaza. Ato që mirën me kompjutera e di çfarë do të thonë databaza. Vendi ku ruhen krejt informacionet e krejt kosmosit. Kjo është databaza. Databaza e kosmosit është e Lauhi Mahfudh. Prej Lauhi Mahfudhit 114 sure mirën, në natën e Kadrit janë marrë e janë zbrit prej Lauhi Mahfudhit në Beitul Izze, në qiellin e dynjas. Kjo është zbritje e Kuranit në natën e Kadrit. Mos mendojnë se shumë prej nesh nuk e kanë qartë edhe zbritjen e Kuranit. Niçi nuk e kanë qartë, se kanë qartë. Ne themi inna anzalnahu fi lailatil qadr. Allahu e ka zbrit Kuranin në natën e Kadrit. Tamam, si e ka zbrit? E kjo është procesi i zbritjes. Do të thonë, prej Lauhi Mahfudhit në Beitul Izze, në qiellin e parë e ka emrin Beitul Izze. Edhe prej Beitul Izze fillon shpallje e Kur'anit gradualisht me fjalën e parë Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, në shpellën Hira kur filloi të shpallet shpallje e Kur'anit gradualisht dal nga dal, e cila zgjati 23 vjet, 13 vjet Mekë edhe 10 në Medine, edhe me këtë përfundoi krejt ky Kur'an që e kemi parasive edhe në mes duarve tona. Kjo është inna anzalnahu fi lailatil qadr. Edhe pastaj nëse analizojmë çfarë do të thonë Kadr, dashur vëllezër, Kadr do të thonë vlerë. Vlerë. Thonë që kjo natë ka një vlerë jashtëzakonisht shumë të madhe. Kadr do të thonë edhe numër. Kadr do të thonë edhe përcaktim. Sonte, inshallah, sonte. Po dhe nëse nuk është sonte, në natën e Kadrit, do të thonë, caktohet, prandaj quhet edhe Kadr, caktim. Melekëve ju jepet dosja sonte, melekëve edhe Xhebrailit, se edhe Xhebraili zbret sonte në natën e Kadrit, bashkë me melekët tjerë, ju jepet dosja për secilin prej nesh. Do të thonë, çdo melek sonte e merr dosjen tonë personale, time, një melek tonë, një melek tjetër për ty, një melek. Edhe ka ajo dosja është e caktimi dhe jeta jote, procedura jote për 12 muajt në vijim, të dish. Çdo gjë është e caktuar. Keni parasysh? Nuk merret, nuk vendoset sonte. Do të thonë, ajo është vendosur në Lauhi Mahfudh. Prej Lauhi Mahfudhit merret pjesa jote, procedura jote për 12 muaj të ardhshëm. Edhe meleku e ka dosjen tënde, e ka dosjen e pasurisë tënde, hidhërimit tënd, pikëllimit tënd, po ndoshta edhe vdekjes tënde, duhet ta mendosh edhe këtë. Ne si kemi ditë lindje, kemi edhe ditë vdekje, po elhamdulillah që se di. Edhe krejt gjëra tjera janë aty të caktuara, mos u mërzit. Krejt është nën kontroll. Keni parasysh si njeriu që i beson pilotit. Ka marrë vesh me të vozit piloti më i mirë në dynjë. Ai e rahat në avion. Si e rahat? Ose kur e dim për shembull të vozisë e Ingrati që është atje në komë shumë herë. A do mërzitesh? S'mërzitesh, ajo vozitsi më i mirë në botë. Edhe kontrolluesi më i mirë, i vetmi, absoluti,
që ti ka komplet caktuar gjërat tuaja, ai ka ndorë, ai është Allahu, mos u mërzit. Me thonë, edhe një mot hiç mos u mërzit. Rri rahat, rri. A veç çfarë do që ndodhje, krejt është caktuar. Ti s'mund ndryshosh. Me dua ndryshohet. O Zot, me të mirë inshallah, me iman inshallah. Nëse është piklim, shto ma sabri, nëse është fukarallok, shto ma sabri, nëse është vdekje, shto ma sabri, nëse është tu. Më thonë, dua duhet bëjmë. Wa ma edraka ma lejletul qadr, Allahu i thot pejgamberit Islam, për vlerën e madhe që ka kjo natë, i thot, e ç'të bëri ti të di se ç'është natë e kadrit. Do të thonë që shumë është e rëndësishme, shumë e madhe është. Edhe atëherë Allahu vetë jep përgjigje, edhe i thot pejgamberit Islam, lejletul qadri khairun min alfi shahr. Nata e kadrit është më e mirë se 1000 muaj. E kjo është ajo që ne për cilën kemi ardhur, ti kapim çdo 1000 muaj edhe kënaq në trim rahat. Do të thonë, njeriu që do falet sonte ose natën e kadrit, është njësoj sikur më u fal 84 vjet. Afër 84 vjet. Njeriu që do lexoj Kur'an sonte, është sikur me lexu Kur'an 84 vjet. Njeriu që do meditoj për Allahun, për krijimin, për planetet, për kosmosin, për qiellin, për diellin, për yjet, për hanën, është sikur me meditu 84 vjet. Njeriu që do bjerë më shumë sejdë sonte, është sikur me ndet në sejdë 84 vjet. Pse ka mbet kjo 1000 muaj? E dini pse ka mbet? Me këtë dhe përfundoj se e vonuam pak. Është natë e kadrit inshallah. Ka mbet 1000 muaj, Allahu e përmendën, me qëllim, me sebep e përmendën. Se Muhamedi alayhis salam një ditë u ka treguar sahabeve një tregim në lidhje me njërin prej Beni Israilëve në kohën e Musës, i cili pas ka luftuar 83 vjet diçka, ose 84 vjet krejt jetën e pas ka qenë luftë në rrugën e Allahut. Mujahid, luftëtar në rrugën e Allahut. Edhe sahabët, shumica e sahabeve lakmohon të puna dhe vepra e këtij Beni Israilit. Në pas ka kalu ki me veprat mira. Edhe Allahu i ngushllon muslimanët, sahabët, po sot neve se sahabët janë ma, nëse doni ta mbrini vlerën e këtij mujahidi sikur me luftu 84 vjet, atëherë në natën e kadrit mos fleni deri sabah. Do keni sevap, çfarëdo që të bani, tesbih, namaz, Kur'an, sejdë, taube, sa më shumë pendim, është njësoj sikur me u fal, sikur me bë taube, sikur me bë sejdë, Kur'an e tesbih 84 vjet. Prandaj Allahu në shanu e lidhën, nata e kadrit është thot khairun min alfi shahr, më mirë se 1000 muaj. Çdo musliman që e arrin dhe e kapën natën e kadrit i ka këto sevapet. Hazreti Aisha, dashur vëllezër, për ta rumbullaksuar, e pyetën pejgamberin alayhis salatu vesselam, i thotë ja Resulullah, nëse e mbri natën e kadrit, çfarë është më mirë të bëj? Më mirë. Realisht më mirë, çfarëdo që të bësh është mirë sonte. Por ajo e ka pyet për dua, çfarë të them? Ka thënë, o Aisha, thuaj, o Zot, ti e falës, e don faljen, më fal mua. Këtë përsërit një më shpesh. Allahumma innaka afufun tuhibbul afwa fa'fu anni. Edhe përsërit është shpesh, o Zot, ti e falës, e do faljen, më fal mua. Pse bashkë këtë dua? Këtë asnjëherë si kam thënë. Sefte e them. Pse? E disa dua ka Kurani, sa të dush. Prej duave pejgamberëve, prej duave të Allahu që na mëson neve, shumë ka. Po këtë dua fiks e ka përmend pejgamberi Islam se fjala afuv, o Zot, ti e falës, e don faljen, se ajo është edhe gafur. Edhe gafur o falës. Aman nuk është njësoj bash, sa arabisht që është interesant. Gafur thët është ta falën gjinajn, por gjinajn është halan të fteja. Edhin? Në botën tjetër dhe thëtë, o ropë, hes të gonë. Shiko që këtë gjinajn, ta kun falë, ama të dhish se e di. E shef? Me fjallën afuv, kër e themi, Allahume inneka afuvun, tuhibbul afwa fa'fu anni, nëse e lusëm me këtë dua, Allahu thot lëre që na falem, por thot edhe fshi për të fteri, s'është ma. Sikur se ke bëu hiç këtë gjina. Prandaj është mirë të lutemi me këtë dua. Me namaz, çfarë namazi mund bëjmë? Me thonë, mund falim nafile nga di, se namazet nafile zakonisht falen nga 2 rekat. Në rekatin e parë, normal mbas elhamit, mund ta këndoni 3 herë inna enzelnahun,
3 herë inna anzalnahu, edhe pastaj në rekatën e dytë 3 herë kul huwallahu. Edhe jep selam. Pastaj përsëri. Nëse nuk e din inna anzalnahu, mund ta këndosh edhe rekatën e parë 3 herë kul huwallahu, edhe rekatën e dytë 3 herë kul huwallahu. Nuk është problem se kjo është nafile zot. Kryesor është Kur'an. Tash mos them nëse nuk e din edhe kul huwallahu, atëherë bën dua më shumë, bën taube, bën tesbih kështu më radh. Allahu na fal të gjithë inshallah. Për herë na qoftë qenat e madhe inshallah, kalojmë në ibadet, në zikr. Allahu kabull na boft agjërimin e ditëve deri sot edhe ditët që na kanë mbet në vijim ya rabbel alamin. Zikret tona, duat tona, teravit tona, Kur'anet, khatmet tona, vitra që i kemi dhënë dhe që i japim ditët në vijim, inshallah Allahu na pranon zakatet tona dhe çdo ibadet tjetër, edhe çdo studim në lidhje me meditimin dhe Allahu xhaleshanu, Allahu na pranon, edhe shumë Ramazane tjera inshallah i mbrim. Walillahi al-Fatiha.